Në ambientet e landfillit të Maliqit u organizua ekspozita dhe konkursi me temë Dashuria për mjedisin, një nismë që synon të nxjisë edukimin mjedisor dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për mbrojtjen e natyrës. Në aktivitet morën pjesë 25 fëmijë, të cilët prezantuan krijime të punuara me materiale të riciklueshme. Përmes punimeve të tyre, ata përcollën mesazhe të qarta mbi domosdoshmërinë e riciklimit dhe kujdesit të vazhdueshëm ndaj mjedisit. Një mesazh që kuptohet për gjithë ne, jo vetëm për ne që drejtojmë qytetin lokal, dhe që do ta kemi vëmendjen e shtuar veçanërisht për mjedisin, por edhe për gjithë shkollat e fëmijët e gjithë shkollave të qytetit Maliqit, por edhe përgjithësive administrative për të bërë pjesë e këtyre nismave kaq të rëndësishme. Për mua është shumë të rëndësishme sepse i shërben me radhë të ndërgjegjësimi. Ka ndërgjegjësime të fëmijëve dhe pastaj të prindërve për të mbajtur një mjedis të pastër dhe ky ndërgjegjësim arrihet më së miri në rast se bëhet që në mosha të vogla. Në përfundim të ekspozitës u shpërndan gjithsej 6 çmime për punimet më të spikatura, duke vlerësuar kreativitetin dhe përkushtimin e pjesëmarrësve. Aktiviteti u përmbyll me një vizitë të fëmijëve në ambientet e landfillit, ku u njohën me proceset e menaxhimit të mbetjeve, me qëllim përfshirjen e brezit të ri në ndërtimin e një komuniteti më të pastër dhe më të qëndrueshëm.